vidin nga Aruba, bost me miljardat e tyre. S'kishte punë më. Prandaj dhe është e kohë të lidhemi me emra, se do na dalë si në rastin e Salillarit, që magazinjeri i tij, pensionist, merr portin e Vlorës 60 milion euro. 60 milion euro. Do na dalë si ai që mori Bitcoinin, bankën e Bitcoinit digital, një emër prestonome, offshore, banka digitale offshore, jo onshore, kur emrat më të lakur për Bitcoinin janë Amant Josifi, Olsi Rama. Olsi Rama, Amant Josifi dhe ata që qëndrojnë mrapa. Po, pra, ju lutem mos merremi me prestonomet. Të gjithë kanë vetëm një emër, Edi Rama. Ja u them unë, të gjithë kanë një emër, Edi Rama. Ja paketa e maleve ku degradoj, paketën e plot të drogës. Ndaj dhe edhe kjo, pas certifikimit, pas licencës që mori Edi Rama, firmosen gjykatës të paritur gjerë në vesh dhe të papërgjegjshëm, është fjala vetëm e qytetarëve në qoftë se duan me guximin e tyre të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim që vjedh natën, ditën, duke fjetur, duke bërë pushime, vjedh në çdo kohë, në çdo orë, në çdo ditë.